Angleze jetojmë mes landet Bristol-Stilit. Kam nga Anglia, 32 vjetë të kam dhënë votën, me zemër, me më paston Sali Berisha, që prej atë ikra, e prejshëm për Sali Berisha. Se vetë nga ka dhënë lejit. Vetë lejit, je për gjatë jetër. Kam të rizet e krave, 32 vjetë të kam dhënë. Bile, u ka edhe i Dirama më landër, pe qipnun demokrat. Si hiku si zgarabin, si dhije zjebosme. Kam qenë më landër unë. U ka edhe i Dirama. Unë shkort, nuk kërkoj asë i japë e teje, ke pasmajt i premtim për krujën, si që foli para arsi, i premtim për krujën, kryja është krem fshat. I ka namajt më Angli. E kam lanë Angli, do të vi këto, do të jetoj këto më krypt e mi. Ke pasan të majmen shumë bukur, më fala se për mosht kam dhe në babs. Ke pasan me bo rrugën Këruj, Tiran. Shtimpa, ka qka? Pa diskutim. Ju fanëroj shumë për nërhyjet, po u përgjigje dhe pastaj po vazhdojmë bisedën. E vërteta është që përshkrimi që i batë Krujs është përshkrim dramatik, real, dhe në një farë mënyrë është historia apo tabloja shurjes së Krujs dhe Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Ju rrjeshtuat me krenari dhe me drejtë pasuritë e mëdha, historike, arkeologjike, natyrore, të gjithanshme të qytetit. Por, nga ana tjetër, falimentimin e bizneseve, largimin nga qyteti, braktisjen e investimeve, mungesë e plot të investimeve, Kruja pa ujë, Shqipëria është pa ujë, dhe Shqipëria e kanë përdorë shpesh në raport me pasurinë ujore, quhet Norvegjia e Ballkanit. Është vendi më i pasur me ujëra, dhe vendi ku sot qytetet e saj vuajnë mungesën e ujit çdo vit e më shumë. E gjithë historia e këtyre 13 viteve është historia e vjedhjeve më të paimagjinueshme të njerëzve, dhe ne jemi njerëz politik këtu, jemi drejtues, jemi antar PD, jemi mbështetës. Kur në njëherë, qytetarët shqiptar nuk janë vjedhur si këto 13 vite. Dhe po të vini re, po të lexoni, kjo ndodhte vetëm në sistemet koloniale, ku kolonizatori donte me çdo kusht të mirte këto pasuri, kaq pasuri nga vendi, dhe mbante të shtypur në gjendje skllavërie banorët. Në mënyrë absolute, kanë disponuar nga taksat tuaja 67 miliard euro. 67 miliard euro. Kanë zhdukur, kanë vjedhë dhe zhdukur, përveç 8 miliard që janë shpenzuar për rroga. Kanë vjedhë dhe zhdukur të gjitha tjerat në masën 90%. Ju një gjë ta mos e harroni, edhe ta përdorni,
Ku është Djegësi Tiranës? Djegësi Tiranës janë paguar nga xhepat tuaj 130 milion euro. As një tull nuk ekziston. Pse po e marr këtë unë? Edhe duhet ta mirni dhe ju me çdo qytetar. Sepse si Djegësi Tiranës, aty pak a shumë si a janë në tërësi miliarda investime. Unë ju thash 75 milion e inteligjencë artificiale. Tendër tjetër, blien kompjutrat, faturohen 10 fishi çmimit në dyqanin e Vjenës apo të Parisit. Çfarë do thot kjo? Vidhet 19%. Ju shikoni, a u inaugurue ujësielsi, a erdhi ky dhe e griti gotën si Enver Hoxha dikur në Shqipër. Ku është ujë? Është vjedhur. Janë vjedhje dhe vjedhje. Ju shikoni rrugët, se si shembe njëra mas tjetrës, sepse janë të gjitha vjedhje. Pra, këta kanë shkatruar vendin duke plaçkitur taksat dhe tatimet, jo vetëm kaq, pasuritë publike. Ju thatë për pensionin, 180.000 lekë shpenzoni ilaçe, 103.000 merrni pensionin. Ishte krimi shëmtuar, bllokimi i pensioneve dhe rrogave. Sot, pensionet dhe rrogat në Shqipëri duhet ishin minimumi 3 fishi i atyre që kanë qenë në vitin 2013. Minimumi 3 fishi, mundet dhe më shumë. Jo, i ngriu, i indeksoj gënjeshtar, i s'ka indeksua absolutisht, sepse çmimet janë rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra, a ka mundësi të ndryshojë kjo situatë? Me njëherë, me shpejtësi të madhe, po ju them unë ju, dhe ne në premtimet tona nuk i bazojmë në erë, në aer, i bazojmë në trashëgimin tonë, ne forcë politike. Rikujtoj si sot, kam qenë në Elbasan, në vitin 2005, dhe aty kam deklaruar para një dyqani se do të dyfishojmë rrogat e mësuesve. Mësuesit ishin 40.000 në të gjitha administratën. Gjëja më e vështirë. I kemi rritur 120-150%. Po, dhe sot absolutisht çdo shqiptar duhet mirëtet 3 herë më shumë. Çfarë do bëjmë? Atë që kemi premtuar do bëjmë. Do rrisim, do të nxjerrim shqiptarët, njerëzit me rroga më të larta në rajon. Aty ishin me më të lartat, do jenë prapë me më të lartat. Nuk ndërtohet rruga kilometri me 20 milion euro. Greqia po ndërton autostradën Janin Kakavi, se mund të thot kush se ato janë të vjetra, po e ndërton tani 27 metra të gjerë, me 6 korsi. Sa kilometri? 4 milion euro kilometri.
9 milion euro kilometri ka përfunduar një segment i rrugës këtë Qukës Qafloç, pa ur, pa tunel. Pse po i them këto? Po i them këto se parat janë, po të mos i vjedh administrata, edhe duke ullur taksat, edhe duke përgjysmuar taksat, duke u lanë bizneseve për t'investuar. Pra, ka shpres dhe shumë shpres, ka mundësi dhe shumë mundësi. A i diri ju që sot të dashur pensioniste, gjithë ju, ilaçet që merrin në mënyrë absolute janë pa efekt, po. Nuk ishin kur kështu. Pse nuk ishin? Se fare thjesht. Sepse bëm ligjin, i cili thoshte, asnjë ilaç nuk tregtohet në Shqipëri në qoftë se nuk ka marrë autorizimin e entit europian të ilaçeve ose të entit amerikan të ilaçeve. Një. Jo vetëm kaq. Asnjë ilaç nuk futet në territorin e Shqipërisë në qoftë se nuk tregtohet, jo në një, po në 2 vende të Bashkimit Evropian. Dhe ilaçet mund të ishin pak më shtrejt, pa jo zgjidhet asnjë vështirësi me kompensime dhe rrugë tjera. Por ama ilaçin e mirë je ilaç dhe tipi efektit, kurse sot me ilaç s'tjep efekt. Kurse sot, ky që fliste, një nën, thoshte, kanë qu flet arrest një nën, me 2 fëmijë dhe me kancer, ky shpirtkazëm, që len me 10, me 100 gra dhe vajza, pa me format të ndryshme, edhe të fëmijë dhe të rritur, pa ilaçe. Kylen pa ilaçe. Ju i keni dëgjuar kronikat për spitalin onkologjik. S'ka qenë kur kjo. Po pse s'ka qenë kur? Sepse kompanit që prodhojnë ilaçet ishin në Tiranë. Se ishin aty. Kurse ky i len pa ilaçe. I len pa aparate. Dhe tani, unë sigurisht ndjej keqardhje dhe për atë nën me 2 fëmijë, po ky s'ndjen keqardhje për 100 nëna dhe motra dhe vajza që mbeten 3 vjet pa brakiterapi, që e kanë jetike. Pra, ju garantoj se ne do bëjmë gjithçka për një ndryshim rregjisor të shpejtë. Do bëjmë gjithçka që të rritë të mbeten në Shqipëri, të ndërtojnë ëndrrën, të punësohen, të kenë kredi për të ble apartamentin, do kenë kredi për ngritur bizneset. Ne rikthym në vitin 2009-2013, mos e ndigjoni këta mashtrus, që u thonë, e mo çmeri me ato të shkuara. Ato të shkuara janë trashëgimia jonë. Dhe ne bëm në 8 vite. Bëm në 8 vite. 8 herë më shumë se që kanë bërë këta në 12 vite. Dhe do bëjmë. Po. Pse? Sepse ne nuk pranonim kur të mbronim Hajdut. Përkundrazi, miq, 630 punojës brenda 2 viteve janë përballë me ligjin për korrupsion. Kurse ky ka 3 muaj që s'bën gjë tjetër mashtron shqiptar dhe mbron ministrat e tij Hajdut.